E shikon politikën si një opsion në të ardhmen tënde? Jo. E prerë apo ka një hapësirë? E prerë, s'di ta them tani, mos ja fus kot, më kupton. Unë para 2 muajsh nuk shija të stuat ku jam sot, kështu që të prej diçka të tillë do gënjeja me forma absolutiste. Nuk është se kam ndonjë qef që thua që e synoj këtë moment. Për ta mbyllur, cili është përkufizimi që Endri Meksi si publik I jashtëm I jep Endri Meksit si personazh I javëve I ditëve të fundit? Pra çfarë I thot Endri Meksi publikut për Endri Meksi? Shumë e vështirë. Do thoja një frazë që ma kanë etiketuar disa herë së fundmi një I çmendur, me pak humor, e kam hedhur si meme. Personazhi I fundit që e kam dëgjuar këtë gjë, ka qenë Edi Rama. Okej, mirë, më vjen mirë. Keni të ngjashmëri, jo gjatësie. Edhe të më kanë thënë. Pra unë shikoj që në këtë jetë të dytë të Endri Meksi ndoshta po lind një politikan, apo jo? Jo, nuk besoj, jo. Jo, do doja që jo në fakt. Unë pëlqen pjesa e biznesit, e them realisht në formë sinqert, por nuk është hipokrizi. Unë bë viti 19-20 që merrem dhe më ka shijuar gjithmonë. Pavarësisht se pjesa e medias të fut në politik, I bie të futur në politik për të bërë më mirë biznesin. Do ishte shumë gabim në këtë optikë. Edhe ndoshta fatkeqe në të ardhmen. Që nuk shoh ndonjë kënaqësi time për të bërë politikë për qytetarët, që të gënjej kot vetëm tani, kupton. Po rishpikim vetëm, po jo deri në këtë lloj mashtrimesh.